person. Si sapuni, arxhësh sapuni, arxhësh dhe ti. Kish mendimim. Okej. Unë them, sa ditë ke palartit? Unë, aq sa duhet. Aq sa ta ndjej që kur lahem, jam duke hequr një 10 kg e kështu në trupi. Ashtu, ë? Po, muajnë e mbushe, apo ke ko akoma? Jo, se ky muaj është me 28, mbaron shpejt, apo është me 29, se di fare. Nejse, se do e Ti mbyllë. Adela lahesh për ditë për shumë. Unë laj më shumë se njërë në ditë dhe jam manjake, sidomos tek larja e duarve, e dezinfektimit, e kap ti dorën këtu, tak të pres dorën, e pastroj se... Mendoj që është në një... Antimikrobike, në ato gratë. Por... Nga Covid-i kjo gjëja, po? Jam si natyrë vetë, sidomos kur ka gishtat e njerëzve që i kam kështu bezdishëm, duken zhulsa, jam shumë fiksuar. Tani, doja të kaloja te lajmi tjetër, po më kujtua një gjë për këtë aromën e trupit, që lidhet më shumë të meshkujt. Kam njohur disa çuna që refuzonin edhe të hidhin parfum. Pra, do më thënë, vetëm për të lënë këtë aromën natyrale të trupit. Kështu që e besoj deri diku Erionin, kur nuk e kam te dushi, se uji unë mendoj që është shumë i pastër, po dhe ky mbi ngarkimi i trupit me 100 lloje shampush, kimikate janë gjitha ato, parfum, pastaj. E shkon që arxhësh? Jo, kur e mendoj. Spartanët nuk laheshin, vikingët nuk laheshin. Po tani mos u laj tani, mbaj era djers, ai tjetri nuk të duron dot, mund të duroj dikush që të dashuron, që thot më pëlqen era. Bravo, Kelly! Feromoni! Për këtë po flisja, për feromonin, sepse kam dëgjuar se argument nga shumë çuna të tjerë dhe duket se grupi çunave ka argumente. Grupi feromonistave. Interista Juventinët, po. Mirë more Kelly, po çfarë kanë ata tjerët që se duan feromonin ta? Do vuani. Tani e lëm të larën, kur ti vi radha. Unë nuk votoj pro. Ti nuk voton pro, Erioni e beson të deri diku. Njerëzit pastër, bukur.